E ma mend golin më të bukur të jetës tënde, gjithmonë futbollistët kanë një gol që e kanë preferuar. Pa diskutim që më kam Disa. Kam disa të them drejten, por unë më mend një që se kam bë gol. Si ka mundësi? E çuditshme është. Po luni me një ekip, në atë kohë ishte Shënkolli Lezhës. Wow. Po kishte një fushë spektakël, një fushë me një gjelbrim, një fushë me barë, me qëllim, pra ishte në të veçantat e asaj zone. Po shuhet për atë fushën dhe edhe fushën e të mbjellur e zadrimet. Se pjesët e tjera ishin fusha problematike, për shembull ne si kishim fushën edhe shumë të mirë, dhe kur ne zbrisim një fushë që kishte taban, kishte qëllim të mirë, bënim namë, që ishte një ekip me të vërtet kompakt. Njëri prej miqve të mi krason një top nga krahi djathtë, edhe unë ngrihem një rrëfishqat, po edhe unë nuk e menoj se si mund të kapet një top, se unë kisha mira me kokë. E kape me këmbë? Ishte më mirë, për apo unë sakrifikova dhe e kapi me këmbë, po një rrëfishqat që edhe të met gjatë memori që si ka mundësi si mund të realizohet, edhe topi shkon në gjithë me shtyll, por sipër. Shtyllës, në tërkan sipër. I bjen shtyllës edhe del jashtë. Dalin 2 vetë, edhe kuptor që si shte gole jo, dalin 2 vetë, tifoza aty. Golfa, është gol. Futën fush, edhe i thoni Albitit, kam gullin të Albitit, i thoni, te jepja gol. Se ishte ashtë e bukur e një mos mendë.